Kur do të bësh një foto me Bashën, Rama i përgjigjet kërkesës, jemi të lidhur me zemër. Në mesin e komenteve drejtuar kryeministrit Edi Rama nuk mungojnë as ato ngacmuese për replikat e tij me kreun e koalicionit Euroatlantik Lulzim Bashën. Mëngjesin e të enjtes, një qytetar i kërkoi Ramës foto me Bashën pas dialogut vazhdueshëm që kanë pasur online. Këtë kërkesë kreu i qeverisë e mori me sportivitet dhe me humor, tha se ata janë të lidhur me zemër. E do me autograf shoku? Për foto, nuk e di se fizikisht nuk puqemi, por zemrën e kemi të lidhur. Jemi të lidhur me zemër, vetëm se nuk jemi larg syve, larg zemrës, larg syve dhe syt në zemër, u përgjigj Rama. Për të ironive në rrjet ka edhe një pyetje serioze, ku e gjen Rama besimin që vendi do të bëhet pjesë e BE-s. Për këtë mund të jemi zgjedhur dhe për këtë më paguani që të di arsyet pse e kam besim. Arsyet janë ato që mund t'i shohësh edhe ti. Është një situatë e re për Europën. Europa kërkon të zgjerohet dhe duhet ta kesh dëgjuar që me vetë gojën e komisioneres së zgjerimit, Europa thotë që deri në vitin 2027 do të mbyllim negociatat me Shqipërinë. Kjo nuk ka bërë vaki. Me 3 vjet negociata, deklaroi Rama.